Tani unë dua që të marrësh një letër edhe ta tregosh publikut. Tregoj në kamera, unë mos e shikoj. Okej. Më thuaj nëse të pëlqen letra apo jo. Më thuaj stop ku duash. Më pëlqen? Okej, është. Në rregull. Po. Më thuaj stop. Stop. Vendosë letrën këtu. Tani do e marrim, do e vendosim mes letrave dhe do e përzejmë. Rëndësi ka që letra e parë mos i dhe jotja. Do shikojmë letrën e parë, është kjo po apo jo? Jo. Jo. Po ta marrim pesën dhe ta vendosim këtu vetë dorën sipër. Unë do i përzi letra e do gjej me një dorë. Tani, a beson që unë ta ndroj dot letrën po apo jo? Që ke në dorë? Të që kam dorë, Po. jo, s'pa ndronë dorë. Qa kishe pesën? Po. Unë dua që ti vetëm ta imagjinosh pak, dua që ta ndjej në mendin tënde çfarë letre kishe. Vetëm mendoje, mos e Po ma e di. Ishte 8 apo jo? Po. Lutem hape letrën. 8 spati. Si shpjegohet kjo? Tani, ndoshta njerëzit mendojnë se kemi, shiko, do e marrim letrën, do e vendosim pak a shumë mes letrave dhe ajo vjen sipër. Do e marrim me kujdes, do e vendosim prapë mes, dhe prapë vjen sipër. Do e shtysh vetë letrën mes. Në të paktën, do të ishte shtyje letrën. Ndoshta mendon se kemi më shumë se një, kështu që nëse e firmos letrën, kjo do jetë vetëm një letër që ekziston me firmën tënde apo jo. Jo, da firmos patjetër. Edhe pastaj në eBay pas nesër. Boj nga piktura, kështu që. Në eBay pas nesër. Po, Është vetëm një letër që kemi me firmën tënde. Po. Fix. Perfekt. Tani do e marrim letrën edhe do e vendosim pak a shumë. Në mes, më thuaj stop ku duash. Stop. Shtyje vetë letrën. Po ti përzi letrën me dy duar. Siç e përzin gjithë përstigjatorat, aty tani duket se kur është hilja. Unë do i përzi me një dorë, po këtu në xhep kam portofolin. Dhe dua që ta mbash pak. Do e gjej letrën me një dorë, siç e gjeta që parë. Do e vendosim këtu. Me shumë kujdes edhe një herë, kështu. Edhe do e mbajmë. Tani letra është duket. Unë të lutem hape pak portofolin. Ka një zinxhir aty, hape pak zinxhirin. No. Edhe është 8 spati me firmën tënde apo jo? What the fuck? Brenda në zinxhir. Wow. Si shpjegohet? Po na ndjek apo? Po, patjetër. Po çfarë mendon? Ka hile. Ka hile. Ora ile. Po mos kishe hile do ishe shumë problem. Kjo është për ju. Nëse më lejon të bëja diçka tjetër, do doja që ti të mendoj emrin e një personi që nuk është këtu sot. Edhe do e shkruash emrin e këtij personi dhe do e heqësh letrën. Shkruaj emrin e këtij personi në letër dhe hiqe letrën, unë mos e shikoj, do kthej kokën nga krau tjetër. Hiqe letrën edhe mbylle. Në rregull. Tani dua që të mendosh pak këtë person. Ky person nuk ka lidhje gjaku me ju apo jo? Jo. Por ka me mua. Nuk e di. Unë thash shkruash me një person që nuk është prezent, ai nuk është këtu prezent realisht sepse ishte në podcastin para kësaj apo jo. Po si ka mundësi kjo? Dhe ti mendove emrin e djalit tim Nikolas. Si ka mundësi kjo? Hajde bëjmë një tjetër, Do bëjmë një tjetër. Okej. Do bëjmë një tjetër. Këtë herë do bëjmë kështu. Unë dua që ti të mendosh një letër këtë herë. Një letër çfarë duash, Jo, do do bëjmë mendoj. një tjetër. Do ta bëjmë një tjetër dhe do ta bëj Doriani. Okej. Dorian. Emrin. Mendoj ti një emër se ndoshta nga që kemi bërë muhabet ky më kap mua. Ato se një fare. Dorian. Po, Okej, Dorian, mendoje ti emrin e një personi dhe shkruaje këtu. po. Urdhë. Dorian, është herë e parë që ne njihemi bashkë apo jo? Po. Nuk kemi takuar ndonjëherë bashkë. Ja. Ti ke shkruajtur emrin e një personi, e ke hequr
Thuaj para kamerave që ne nuk njihemi bashkë, është e parë që takohemi. Jo, nuk një. Edhe zoti kryeministër mund të thotë që nuk kishte shanse që unë ta dija sepse nuk ishim rënë. Jo, s'bëhet fjalë fare. Tani, unë nuk e di, vetëm mendoj pak emrin e këtij personi. Është një person që të ke lidhje familjare, jo? Ja. Jo. Do duke shumë e thjeshtë sepse mendo vetëm gërmën e parë, vetëm thuaj pak, është një gërm që ka një vizë vertikale dhe 3 viza horizontale, po apo jo? Po. Ky person ndodhet këtu me ne apo jo? Është në krah Po. majt timin apo jo? Po. Dhe është zoti kryeministër ti shkruaj emrin e tij, po apo jo? E vërtet. Tregoj. Ç'është kjo? Tani unë kam edhe një surprizë tjetër që këtu kam një pago letra. Po atë shumë fishimin e kësaj, si e bën ti? Se ma bërë edhe, bën do tani? Shumë fishimin e letrës. Po. Që e vendos edhe del prapë sipër, si shumë. Jo më që unë firmosa një dhe ti më zhirsh e firmën ti dhe gjithë Po, kur e merr edhe vendos mes letrave. Po ku diun se si e bërë? Po, letra, po pra, letra që e merr dhe vendos mes letrave dhe ajo vjen sipër. Po. Është po, do të thënë, shiko, do e shtym prapë mes edhe ajo prapë vjen sipër. Në qoftë se marrim e vendosim mes, kështu ajo prapë vjen sipër. Edhe në qoftë se ne e përthym letrën, okay, ajo tani duket që ka një përthyrje apo jo. Po. Edhe mjafton një snap, edhe ajo prapë Vjen sipër. vjen sipër. Tani të gjithë njerëzit mendojnë sepse edhe një herë kur e morim, e vendosim mes, por i ke letrën në dorë, mendojnë se aty është manipulimi, po letra është këtu dhe ne do e marrim, do e vendosim në xhep të herë, okay? Dua që të hapësh dorën, lutem. Do vendosim letrat këtu edhe do vesh dorën tjetër sipër. Mbyll letrat. Kjo është merr kjo. Tani do e marr letrën nga xhepi në mënyrë të padukshme, afroj durët, edhe do vi letra prap këtu. Apo pak durë sa të marr një letër edhe është prap teta spati. Tani nga ajo që ne e bëjmë njëri këtë numër ti po i shtrëngon më shumë. Unë kur kam qenë me Adriano Galjanin, e di që ti je tifoz Juves, por ka ndodhur që kam bërë këtë numër Adriano Galjani dhe më ka premtuar një bilet që shkova pas derbin në San Siro. I thash di duk dot letrat nga dora jo. Ti prap tani është hera e dytë që po e provon edhe këtë herë po i shtrëngon shumë dhe nuk ka shanse që të zhduken apo jo. Po. Unë nuk e di çfarë po shtrëngon se letrat kanë ikë. O zot. Në qoftë se më lejon edhe një, edhe pastaj se s'dua t'i marr kohën edhe Jo më ftuari tjetër. Është bizetim më shkurt. Unë këtu kam një pago letra që kam bërë një parashikim. Dua që ti ta mendosh një letër këtë herë, sepse kur ti e merr letrën e vendos mes letrave, unë kam aftësinë që ta gjej letrën, po në qoftë se ti e mendon një letër, bëhet pak e pamundur. E mendove një letër. Po. Okej, në këtë pago letra janë 4 rasa me fytyrë sipër. A mendove një as po apo jo? Jo. Okej, cila është letra që ti mendove? Dysh. Okej, shiko. Do të tregoj letrat. Edhe unë siç thash kemi asin, kup. Ti thesh që është një dysh apo jo? Po. Kemi asin, spathi, dysh me çan. Dyshi kuq. Dyshi me zemër apo karo? Karo. Dyshi karo. Okej. Kemi asin spathi, asin karo. Edhe asin maç apo jo? Po. 2 asat e kuqe dhe 2 asat e zi. Unë thash që i parashikova, do me thoni lash me fytyrë sipër. 4 letra. Letra është dyshi. Dyshi ka rrothe. Ja havim letra do janë gjitha me fytyrë sipër, ato ishte shkruajtur gjithsesi letra është dyshi apo jo? Po. Gjithë letrat do janë me fytyrë sipër përveç një letër, çfarë ishte letra jote? Dyshi karo pra. Okej, siç i shikon, të gjitha letrat janë me fytyrë sipër, vetëm një letër është me fytyrë poshtë. Merë letra. Edhe është dyshi karo. Po, ma bërë dhe ditë, po. Me zoti ma.